Disa nga ish-banorët e edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania ndodhen me pushime së bashku për shkak se janë me xhirime me emisionin Pushime on Top. Në mesin e ish-banorëve janë Rizarta, Krisa dhe Shkëlzeni, të cilët një ditë më parë ishin në një lidhje live në emisionin Pardon My Friends. Moderatorja e njohur Jonida Liçkolli ngacmoi pak Shkëlzenin dhe Rizartën, për të cilët ka nisur aludimet se janë në një lidhje dashurie. Jonida në një moment gjatë intervistës pyet ish-banorin se kë nga vajzat pranë tij ka të preferuar dhe ai përgjigjet: "Lajmet kanë dalë, por janë false, ka qenë ishe preferuar, ne e kemi lënë bigun atje. Tani e preferuar e gjithë rezortit është Lej." Këtu ndërhyn Rizarta, e cila shprehet: "Jemi vetëm miq." Ndërkohë Shkëlzeni jep një lajm ekskluziv se është në një lidhje serioze dhe shton se vajza në fjalë nuk është në rezort, kështu që nuk ka asgjë mes meje dhe Rizartës, përveç se një miqësie të pastër, përfundoi ai.